tjetrën tjetër, lexoj direkt. Momenti, çka me spinaqësh? Spinaq me trahana. Pra themi spinaq me oriz ose burani, ne kemi me trahana. Sa ta lexoj Androniki, së bashku se çfarë përmban kjo recetë. Kishim edhe farat e susamit. Ja në fund fare. Ja japim në fund, po ja afroj tek. Ja në fund fare. Spinaq me trahana. Patjetër, ju duhet 1 kilogram spinaq i lari pastruar, më pas vaj ulliri, qep e thatë, një tufë me qep të njoma, një presh, një 3/4 të filxhanit me trahana, gjysmë tufë koper e grirë, lëngu i një limoni të madh, krip, piper i zi dhe opsionale është një domate ose një lugë gjelle salcë domate, nëse doni që gjithë gatimi me spinaqin dhe me trahanën të ketë ngjyrën e kuqe. Në të kundërt mund ta lënë, se ka njerëz që edhe spinaqin kur e gatuajnë me oriz, herë bëjnë me salcë, herë pas salcë. Preferenca është sipas nuhatjes të anvisave dhe shijes së tyre. Atëre, kam qep të bardhë, qep të njomë bashkë me presh. Ne kemi thënë që e mbajmë larg vajin, nga nxehtësia po, jo dhe aq larg fare. Tani ne këto do t'i gatuajmë? Do gatuajmë. Do gatuajmë qepët që të marrim pak kohë për reklamat dhe këtë pjesën e gatimit ta lëm aty tek reklama që të themi ta tregojmë. Do të shtoj dhe preshin. Dhe më pas jemi pra normale. Pra këtë ne do bëjmë skuqen ka urdisjen e qepës, preshit dhe qepëve të njoma. Më pas tyre nëse do jemi në publicitet që ta tregojmë. Pati të fillojnë qepët e njoma, spinaqi dhe trahana do ta vendos në ujë që të zbutet pak fare. Okej. Në fund fare kemi limonin, bimët aromatike dhe ja, mbarori se ka që është. Dhe do e tregojmë pas pak. Kështu që të pjesën e kaurdisjes së qepëve po e kryejmë ne ndërkohë. Do të bëjmë edhe nga një kafe lavaca për qefin ton. Ekspresin aparatin e kemi ndezur, shpejt e shpejt shkova që parë për ta ndezur, kështu që një lavaca me mishelat ton në sirtar që lidhen me shije dhe me aromat fantastike që lavaca Modomio sjell, jo vetëm për aparatin, por për kapsulat, të cilat kanë plot 7.6 gram kafe me një sistem të unifikuar, me një sistem presioni të jashtëzakonshëm, punon në sinkron si aparati ashtu dhe kapsula, kështu që nëse doni ta bëni për veten tuaj, mund ta porosisni për zyrën shtëpinë kudo që jeni për ta shijuar aromën kafe sikur të jeni në Itali. Jo gjithmonë kafet shijohen aq të mira, aq të freskëta, aromatike, kremoze në lokal, por kudo në shtëpi, kudo që ndodhen, mjafton të gjeni produktin e dur dhe llojet e ndryshme që lavaca sjell për shijet tona. Unë po përdor sot të kapsulën blu, kuqe blu erët, portokalli janë nga më të ndryshme, kështu që gati në aksion. U rikthejmë është momenti tani të përfundojmë recetat tona, e lam tek spinaqi me trahana. Pra, qep, presh, gjall, vaj. Shtojmë salcën e domates, shtojmë dhe trahanan. Pra, burani me trahana, si që kemi me oriz, kam shtuar trahanan. Skuqja e trahanas bashkë të qepa, kam shtuar ujin dhe tashmë, kam shtuar ujë shumë pak, dhe tashmë shtoj spinaqin. Spinaqi nuk ka nevojë për shumë gatim. Ujin e shtoj avash. Shumë pak. Që të ulet niveli i spinaqit. Që të ulet niveli, do të marr. Kam qepët e njoma. Tek qepët e njoma nuk përdor pjesën e bardhë, përdor pjesën jeshile. I pres në mes, sepse më duhet thjesht, si flas si shtemi një spërkatje me koper, ashtu më duhet edhe që është dhe kombinimi shumë i mirë i spinaqit me koperin, pra ne përdorim trahana dhe orizit. Pjertazi. Largoj. Kam pjesën e koperit. E ka për zemër spinaqi koperin. Kur shtojmë në perimet e tjera, normalisht, koper majdanoz. Kam
një limon, bëj përzierjen, thjesht, sa të zbutet spinaqi. E tiu, do të shtoj pjesën e koperit, pjesën e qepëve të njoma, të gjitha mas e Ka edhe shtoj, tek gjella tjetër që përgatitëm. do ta spërkas me lëng limoni, një limon Një limon i plot me lëng bollshëm Dhe për shije e mban dhe ngjyrën e e shije. lë të bëhet avash duke i ulur nxehtësinë. Ndërsa për spinaqin me trahanaç t'ju them ja, shik e Dogja, shkruaj. u dogja. Shik e shkruaj. Mos harroni të shtoni edhe Fare, limonin. sepse limonin e ndihmon kam shtuar, në shije dhe në padeshët edhe një pakës dorë fare kapje, susam, edhe një spërkatje në e fund fundit, fare dhe një spërkatje të lutem pak vaj. Po. Edhe jemi aty ku duhet. Kështu përfunduar recetat. Ikni një sy mos harroni sot kanalit tonë në YouTube Reze Dielli për t'i marrë dhe për t'i shënuar sepse do t'ju nderoj tavolinën tuaj. Të lumshin duar. Faleminderit. Me kuzhinën do të vazhdojmë nesër punën, sërish me receta të reja, ndërsa tani shkëputemi për publicitet.